vazhdosh aktivitetin. Ka pas një akuzë që ju keni... Kemi me vazhdu të dytë aktivitetin politik. Konstatime për unë. Ishte mas 28 dhjetorit. Jo, ta flasim. Se kam një pyetje që po e shtoj. Vini akuzuar se po tentoni, po themi, të përveçoni votat e koalicionit për familjen që mori pjesë në zgjedhjet në nënshkurtit. Cili është, po themi, vlerësimi, opinioni juaj për këtë akuzë që keni bërë? Sepse ju keni folë edhe për amanetin e 20.000 votave votuesve të këtij koalicioni. Amaneti 20.000 votave është obligim për secilin kandidat që ka qenë në listën e koalicionit për familje, mua angazhu për këtë koalicion. Rrugën, mënyrën, çysh aktivizohet është çështje individuale secilit, por është amanet për secilin për mos me u ndalë në aktivizëm për mbrojtje të familjes. Akuza? Në prokurori nisu me akuzat bashkë me ta. Kjo e unë, o Zoti Ramani, se kuptoj një gjë. Po ta japa shpjegimin, unë s'po të kuptoj çka më t'jap tjetër. Po unë veç se kuptoj pse po e personalizon. Pse po e personalizon? Tash jeni akuzuar për diçka. Po unë t'japa përgjigje, çfarë po të më thon tash? Unë tash është amanet për secilin kandidat. 71 kandidat që kanë qenë në listën e koalicionit për familje, 20.000 votë që është amanet për secilin me u marr aktivisht me mbrojtje të familjes. Po thonë që ju po e përveçoni ju zoti, për këtë po pyes unë. Po çka më thonë në tash? Çfarë po të më thonë? A mundem me shtu pa? Po të poshtoj pyetje. Po ta jap përgjigjen, po flas, unë po do vesh një përgjigje me jap të çështja e Doracokut për mënyrën çysh e boni efektin. Çështja e Doracokut, besoj që i kujtohet që ka qenë për edukimin e mësimdhënësve. Se si me shpjegu lëndën edukata seksuale. Kjo çka po e shpjegon Visari, është njëri prej aty në 2000 mësimdhënësve që është eduku. Sa dush heke sot i letrën. Ai ka marrë edukatën mësuesi. Kam ja jep edhe fëmijës tonë atë edukat. Qysh ai vetë ka marrë. Na i kemi hek Doracokun. Po s'mujmë ja hek prej kreje mësuesit 2000 mësuesave që i kanë eduku me atë Doracak. Ta duhesh me kuptu ti mirë edhe unë edhe secili. Është lehtë këtu me folë dhe me diskutu çështje cilat e ke bëu këto ose ke bëu këto. Efekti ideologjik i këtij sektit që është në pushtet i ka arrit disa gjona që kanë më qenë shumë vështirë me largu. E kanë më qenë edhe shumë atë vështira për me largu të ardhmë. Nëse më thumu sot janë disa konservatorë dhe aty disa aty. Për mu, a është konservator ajo është çështje ti personale. Për mu ka të bëjë ideologjia që ka përfaqëson ai dhe që ka bëu veprimet publike për 4 vite. A don me urreshtu ti me dikan i cili del në paradë, i cili subvencionon, financon, mbështet, domethënë me gjithë mekanizëm për 4 vjet nuk ka as veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, as invalid, as smut që kanë qenë me smundje, nuk janë mbështet më shumë se sa kjo kategori e tyre që sipas tina janë 10% e popullit të Kosovës. Edhe shkon ti bosh pjesës çatina, edhe thu unë jam konservator, është vlerësimi jot, unë jam me të vlerësu, ai je konservatora çka jeti. Është çështje shumë personale, private jot, apo mua hiç më intereson ajo pjesë. Mua më intereson ka agjenda të cilën e kanë shty, janë të shty dhe po vazhdojnë ditë edhe natë me financu dhe me shty, edhe gjithë komision edhe kundër, edhe aktivisht kundër atyne. Këto çështje tjera të cilat po diskutojnë për mua janë shumë teknike, pa rëndësishme, as që më interesojnë. Për mua ka shumë rëndësi çaja ka uz me u jetësu çet koalicionin ku unë jam, edhe me qenë që aty brenda kushdo prej neve, qoftë edhe pa qenë asnjëri prej koalicionit për familje, është dokumenti që obligon secilin me mbrojt kauzën për familje. Mos me leju mo gjona tilla, indoktrinime tilla, cilat janë komplet ideologjike, edhe kanë me qenë shumë probleme